Alba është e acaruar dhe e zemëruar, dhe nuk mund të përmbahet më gjallë. Ajo përpiqet të afrohet tek Benita me një shprehje të fortë në fytyrë, duke tentuar të gjynjëzojë situatën dhe të tregojë autoritetin e saj. Por Benita nuk e lë lehtë situatën të eskalojë. Ajo e ndërpret menjëherë, duke folur me zë të ngritur dhe me një ton të prerë, që tregon se nuk do të tolerojë afërsinë e Albës. Benita i thot me vendosmëri, mos ju afro Limit. Lim është i imi. Duke treguar qartë se ajo nuk do të pranojë asnjë tentativë për të ndërhyrë në atë që ajo e sheh si marrëdhënien e saj. Fjalët e saj janë të forta dhe të drejtpërdrejta, dhe ato lënë të kuptohet se nuk ka asnjë hapësirë për kompromis. Alba, nga ana tjetër, nuk largohet menjëherë. Ajo duket e zemëruar dhe përpiqet të shprehë mlefin e saj. Ajo tenton të reagojë fizikisht, duke treguar se ndjen një lloj frustimi të grumbulluar që nuk është shprehur më parë. Ndërkohë, Benita nuk e humbet qetësinë, por shton presionin me fjalët e saj, duke i bërë të qartë Albës se çdo lëvizje e mëtejshme nuk do të tolerohet. Në një moment, Alba përpiqet sërish të afrohet, por Benita e ndërpret përsëri me një ton më të ashpër, "Ik, shtuku idiote." Duke përdorur fjalët për të shprehur jo vetëm mbrojtjen e territorit të saj, por edhe zemërimin dhe përbuzjen ndaj Albës. Atmosfera bëhet e ngarkuar, me tension që mund të ndihet në çdo lëvizje dhe çdo shikim midis tyre. Gjatë gjithë situatës, Limi nuk ndërhyn, por shikon nga afër, duke treguar se është i vetëdijshëm për tensionin që po ndodh dhe se ka ndikim në mënyrën si secila nga vajzat sillet. Ai duket i qetë, por prania e tij rrit ndjesinë e rivalitetit midis Albës dhe Benitës, duke bërë që çdo fjalë dhe çdo lëvizje të duket më e rëndësishme. Alba, megjithse e zemëruar, fillon të kuptojë se Benita është e vendosur dhe nuk do të lërë hapësirë për të shkelur mbi të. Fjalët e Benitës dhe qëndrimi i saj e bëjnë situatën më të tensionuar dhe dramatike, duke e bërë debatin të zgjatë. Së dhe të duket se nuk ka fund. Në këtë moment, tensioni emocional është në pikën kulmore, shikimet, fjalët dhe heshtjet ndërmjet tyre janë të mbushura me emocione të forta. Atmosfera mbetet e rëndë, me një ndjesi konkurrimi dhe mlefi që zgjasin për minuta të tëra dhe e bëjnë situatën të përshtatshme për një video më shumë se 5 minuta. Në fund, debati nuk mbyllet menjëherë. Alba largon dorën, por tensioni dhe mlefi mbeten të dukshëm. Benita qëndron e vendosur, duke treguar se nuk do të pranojë të cënohet nga kushdo, dhe Limi mbetet i qetë, duke lënë që situata të flasë vetë për rivalitetin dhe tensionin mes tyre. Benita qëndron e ulur, duke reflektuar mbi situatën dhe sjelljet e Albës. Ajo fillon të flasë për të me një ton të përzier mes zemërimit dhe zhgënjimit, duke u bërë qartë për të gjithë që ndodhen rreth saj se ajo ka një opinion shumë të fortë për Albën. Me një gjuhë të drejtpërdrejtë dhe pa kursyer asnjë fjalë, Benita thotë se Alba është budallaqe dhe nuk po tregon logjik në veprimet e saj. Ajo thekson se ajo ka ikur truri, duke nënkuptuar se mënyra se si Alba vepron nuk ka asnjë bazë të arsyeshme dhe duket krejtësisht e paorganizuara. Benita nuk e lë këtë thjesht si një kritik të vogël, ajo shpreh mlefin e saj dhe shqetësimin për mënyrën se si Alba po ndërvepron me të tjerët. Për të, kjo nuk është thjesht sjellje e paqëndrueshme, por një mungesë e thellë arsyetimi që duhet të adresohet. Pastaj, Benita e përforcon mendimin e saj me një koment më të fortë. Ajo thotë se Alba ka nevojë për doktor. Fjalët e saj nuk janë thjesht ironike, por përdoren për të treguar se ajo mendon se veprimet e Albës janë kaq të çrregullta saqë nuk mund të kuptohen pa ndihmë profesionale. Në mënyrë të qartë, Benita e paraqet situatën si diçka serioze dhe dramatike, duke e bërë bisedën të zgjas dhe të duket më e rëndë. Ndërkohë, Benita vazhdon të shpjegojë shembujt që e kanë bërë të mendojë kështu. Ajo përmend disa momente kur Alba ka bërë veprime të papritur, pa menduar për pasojat, dhe tregon se si këto veprime kanë krijuar tension midis banorëve dhe kanë bërë që situata të jetë e vështirë për të gjithë. Benita përdor fjalë të forta dhe saktësisht përshkruan ndjesitë e saj, duke treguar mlefin, shgënjimin dhe një farë shqetësimi të thellë. Gjatë gjithë këtij rrëfimi, Benita përsërit idenë se Alba nuk po sillet siç duhet dhe se kjo është e dukshme për të gjithë. Ajo përdor tone të ndryshme të zërit, ndonjëherë më të qeta për të reflektuar mbi situatën dhe ndonjëherë më të larta për të treguar mlefin. Ky kombinim e bën bisedën të zgjas dhe të ndjehet e ngarkuar emocionalisht, duke
mbajtur audiencën të angazhuar për minuta të tëra. Benita nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të analizoj situatat, duke treguar se si veprimet e Albës kanë ndikuar në marrëdhëniet me të tjerët, duke përfshirë tensionin, debatet dhe ndarjet emocionale që kanë ndodhur. Ajo e shikon Albën si dikë që ka nevojë për ndihmë për të kuptuar veprimet e veta dhe për të ndryshuar sjelljen. Ndërsa biseda përparon, Benita përdor gjithashtu elemente të ironisë dhe humorit të thjeshtë, duke qeshur për disa momente të veprimeve të Albës, por kjo qeshur nuk e zbut rëndësinë e mesazhit të saj. Ajo përsërit fjalët kryesore: budallaqe, i kurtruri dhe ka nevojë për doktor, duke e bërë bisedën të duket më dramatike dhe duke i dhënë audiencës një ritëm të qëndrueshëm për një video që zgjet më shumë se 5 minuta. Në fund, Benita qëndron e vendosur në qëndrimin e saj. Ajo duket e qetë, por e vendosur dhe e sigurt për mendimin e saj. Fjalët e saj mbeten të forta dhe emocionet e saj të përziera mes mllëfit të. Debati midis Limit dhe Albës nis në një moment të tensionuar, ku të dynduara nga emocionet nuk mund të ndalojnë të flasin. Alba duket e acaruar dhe e shqetësuar nga sjelljet e Limit, ndërsa Limi duket i qetë në fillim, por fjalët e tij e bëjnë situatën të ngarkuar me tension. Limi fillon duke folur me ton të qetë, por me siguri dhe krenari të dukshme në zë. Ai i thot Albës se nuk është në burg dhe se nuk mund t'i diktojë asaj se si ai duhet të sillet. Ai thekson se nuk ka kufizime mbi veten dhe se mund të veprojë si të dojë, duke lënë të kuptohet se ka të drejtë të zgjedhë vetë shoqërinë dhe lidhjet e tij. Alba nuk e pranon lehtë këtë qasje. Ajo e ndërpret me një ton të lartë dhe i thot se nuk është puna e lirisë së tij, por sjellja e papërgjegjshme dhe mënyra si ai shkon me femrat e tjera. Ajo e akuzon se veprimet e tij po i lëndojnë dhe po krijojnë situata të vështira brenda shtëpisë. Fjalët e saj dalin me zemërim dhe shqetësim, duke e bërë bisedën të duket e gjatë dhe e tensionuar. Limi nuk tërhiqet. Ai vazhdon të përsërisë se ai shkon me të gjitha femrat si të dojë dhe nuk ka pse të ndihet i kufizuar. Sipas tij, ky është mënyra e tij e të qenit i hapur dhe i lirë dhe nuk sheh asnjë arsye për të ndaluar. Ai e paraqet këtë si një liri personale dhe si një të drejtë që nuk mund të sfidohet. Alba, nga ana tjetër, nuk ndalet me argumentet e saj. Ajo thot se kjo sjellje nuk është thjesht një zgjedhje personale, por një mungesë respekti dhe konsiderate për të dhe për ndjenjat e të tjerëve. Ajo përmend se çdo veprim i Limit ka pasoja dhe se mënyra si ai vepron po krijon tension dhe konflikte të vazhdueshme brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta me tone të larta dhe me fjalë të ashpra. Alba e akuzon Limit se është i pavëmendshëm dhe egoist, duke mos marrë parasysh ndjenjat e banorëve të tjerë. Ajo thot se mënyra si ai sillet është e papërshtatshme dhe nuk reflekton përgjegjshmëri. Limi, megjithatë, mbetet i vendosur. Ai thot se nuk ka asgjë të keqe në atë që bën dhe se çdo gjë që ai zgjedh është e drejtë personale. Ai e përsërit se është i lirë të sillet si të dojë dhe se nuk ka pse të ndryshojë për askënd. Gjatë gjithë debatit, tensioni rritet dhe atmosfera bëhet më e rëndë. Fjalët përsëriten, emocionet janë të dukshme dhe çdo moment ka potencial për të zgjatur bisedën edhe më shumë. Alba duket e acaruar, ndërsa Limi duket i palëkundur, duke e bërë debatin të zgjas për minuta të tëra. Në fund, debati nuk mbyllet me një marrëveshje. Alba qëndron e vendosur në qëndrimin e saj, duke shprehur mllëfin dhe shgënjimin e saj, ndërsa Limi vazhdon të mbajë një qëndrim të fortë dhe të qetë. Fjalët dhe emocionet e tyre krijojnë një moment dramatik që zgjasin gjatë dhe i japin bisedës intensitet, duke e bërë atë të përshtatshme për një video më shumë se 5 minuta. Debati midis Klodit dhe Elionës nis në një moment tensioni, ku emocionet janë të larta dhe secili përpiqet të shprehë mendimin e vet. Klodi qëndron i qetë në fillim, por fjalët e tij marrin një ton të fortë dhe vendosmëri, duke bërë të qartë se ai nuk po e thot lehtë atë që mendon. Ai shikon Elionën dhe fillon të flasë me një ton të prerë dhe të ashpër, duke thënë se pëlqimi i saj për të duket shumë fallto. Ai nuk ndalet vetëm me këtë. Klodi shton se, sipas tij, Eliona po luan lojë me ndjenjat e tij dhe të tjerëve. Ai argumenton mendimin e tij duke u bazuar në disa situata që kanë ndodhur më parë, ku veprimet e saj dukeshin të orientuara jo nga ndjenja të sinqerta, por nga strategji dhe lojë.
Klodi përdor tone të ndryshme të zërit për të nxjerrë në pa seriozitetin e situatës, ndonjëherë i qetë dhe mendues, ndonjëherë i lartë dhe i ashpër për të treguar zemërimin e tij. Eliona reagon menjëherë. Ajo nuk mund të heshtë dhe i përgjigjet me një kombinim zemërimi dhe trishtimi. Ajo thotë se nuk është e drejtë të supozohet që ndjenjat e saj janë fallto, dhe se ajo po e shpreh atë që ndjen në mënyrën më të sinqertë të mundshme. Por Klodi nuk e lë këtë të qetë. Ai vazhdon të argumentoj se disa gjeste dhe mënyra se si ajo sillet tregojnë se ndjenja e saj nuk është e sinqertë dhe se ka një qëllim të fshehtë. Biseda vazhdon për disa minuta me shkëmbim fjalësh dhe tone të larta. Klodi e përsërit disa herë se ndjenjat e Elionës duket se janë fallto dhe se po bën lojë, duke i dhënë një thellësi dramatike situatës. Ai përshkruan disa momente specifike kur ajo veproi në mënyrë që ai e perceptoi si manipulim ose strategji, duke e bërë debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Eliona përpiqet të mbrojë veten, duke treguar emocionet e saj të vërteta dhe duke shpjeguar se nuk ka qëllim të luajë lojë. Ajo ndjen një përzierje midis mllefit dhe trishtimit, duke u përpjekur të bëjë të qartë se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar tek ajo. Por Klodi nuk e lejon situatën të sohet. Ai vazhdon të përdor fjalët e tij për të bërë të qartë se ai nuk beson dhe se do të shohë çdo veprim të saj me dyshim. Gjatë gjithë debatit, atmosfera është e tensionuar. Shikimet, heshtjet e shkurtra dhe gjestet e dorës shtojnë dramatizmin. Çdo fjalë e Klodit duket e rëndësishme dhe çdo përgjigje e Elionës ka pasojë në mënyrën se si situata evoluon. Audienca ndjen emocionet e forta dhe intensitetin e situatës, duke e bërë debatin të zgjasë më shumë se disa minuta normale. Në fund, debati nuk mbyllet me një pajtim. Klodi mbetet i vendosur në qëndrimin e tij, duke e parë pëlqimin e Elionës si fallto dhe duke theksuar se nuk do të besojë derisa të shohë prova të tjera. Eliona, nga ana tjetër, mbetet e lënduar dhe e mërzitur, duke shfaqur emocionet e saj të vërteta dhe duke treguar se nuk ka lojë, por ndjenja të sinqerta. Ky moment mbetet dramatik dhe emocional, duke krijuar një tension që zgjasin për minuta të tëra dhe e bën bisedën të përshtatshme për një video më shumë.